Atëherë vëllezërit e mi, ajo që desha të fokusohem shkurtimisht tek disa prej shkaqeve të triumfit, të shijimit të këtij triumfi. Normalisht që shkaku i parë dhe i padiskutueshëm është njohja e vetes herë, sepse ai i cili njeh veten e njeh Zotin. Të mos njohësh veten ose të mos dish arsyeën se pse je në këtë dynja, është si një person i cili është nisur për një udhtim, ka shkuar në hotel dhe kur gdhin e nesërmja, e pyet domethënë se ku do më shku dhe thotë s'di ku më shku, se di pse kam ardhur, s'di ku do shkoj. Mirë po ne Allahu xhelle xhelalu na ka veçuar nga krijesat e tjera. Na ka bërë të tillë domethënë që ta komandojmë botën ose organizimin e jetës në këtë botë me vetë faktin të kujt të arsyes, ka veçuar nga krijesat e tjera. Nuk jo thjesht jetojmë. Na ka urdhëruar që ne fillimisht ta njohim veten, sepse ai i cili njeh veten, ai e ka arrit ta njoh Zotin. Mirë po shpesh domethënë ata të cilët e humbin rrugtimin e tyre dhe rrugën për tek Zoti është sepse dështojnë të njohin veten. Dështojnë të njohin veten. Ndaj dhe faraoni e shokët e tij, kur i ran hasha njohjes së vetes dhe thanë ana rabbukumul ala, tha faraoni. Tha unë jam Zoti juaj, i lartësuar, i ruajnë Zot. Ky dështoi të njohë veten. Pra pret se do njohë Zotin ky person, nuk mundet ta njohë asnjë vëllezër e mi. Ndaj pika e parë e cila të çon domethënë në arritjen e një triumfi në dynja është të njohësh veten. Duke njohur veten automatikisht ke shkuar tek njohja e Zotit, që është besimi në Zotin, i padiskutueshëm. Pa besim në Zotin mund të jesh bamirësi më i mirë, por përfundim domethënë të mirë timon nuk ke. Pa besim në Zotin, ti mund të jesh ndihmuesi më i mirë i krijesave të Zotit, domethënë jo vetëm në mënyrë monetare, po një mjek apo një cili do qoftë ai, por sërish ti nuk do të arrish atë gjën më kryesore që është kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala, sepse ti nuk arrin ta kuptosh se pse po e bën diçka të tillë. Ndërkohë që Allahu xhelle xhelalu ty të është drejtuar në Kur'anin famlar dhe thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk i krijova njerëzit dhe gjindet për gjë tjetër vetëm se të më adhurojnë. Vetëm se të më adhurojnë me veprimet e tyre, me jetesën e tyre, me hallallikun e tyre. Kur e pyetën Imam Ahmedin se çfarë është devotshmëria për cilën Zoti xhelle xhelalu na flet në Kur'anin e tij famlar ose e përmend shpesh herë, e përkufizoi shumë shkurt, shumë thjesht, në mënyrë, domethënë s'kishte nevojë ta detajonte. Fa at-taqwa ma dakhala min huna wa kharaja min huna. Devotshmëria është çfarë hyn këtu dhe çfarë del nga këtu. Përkufizoi shumë shkurt. Pra përkufizoi fenë Allahut subhanahu wa taala që nëse nuk i përmbahesh urdhrave dhe ndalesave që Allahu ka obliguar dhe ka ndaluar për ty, edhe shumë adhurime të pretenduara të cilat ti i bën domethënë vetëm mekanikisht, nuk do të hyjnë në punë. Ai namazi urdhëron për të mira dhe ndalon nga e keqja. Pra çfarë funksioni do të ketë nëse nuk do ta bëj këtë detyrë? Do të thotë se nuk i ke stisur gjërat ashtu siç duhet. Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu na përcjell për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thotë teksa shoqëroja të dërguarin e Zotit i hipur mbi të njëjtën deve, thotë më tha: "O Muadh, a din se cili është detyra e njeriu ndaj Allahut ose borxhi i njeriu ndaj Allahut ose haku i njeriu, haku që ka Zoti tek krijesat e tij?" I thash: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri." Tha: "Haku i Allahut që e kërkon ke krijesat e tij është ta adhurojnë dhe të mos i bëjnë shok atij në asnjë lloj situate. Në asnjë lloj situate. Nëse do të jetojsh me këtë formë, shiko premtimin." Thota e din, thotë Muadh, se cili është haku i njeriut, ose borxhi që Allahu ja ka njeriut, kur njeriu e vepron diçka të tillë, i thash: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri." Tha: "Ella yu'adhibahum", të mos i dënoj. Pra e ka bërë hak njeriu kur nuk i bën shok Allahut për e beson Zotin xhel xhelalu ashtu siç ka kërkuar Allahu prej nesh, të mos e dënoj. E ka bërë hak të mos e dënoj. Mirë po të nderuarit e mi, jo kushdo i cili u udhëzua e mbylli dhe o Zot na bëj për atyre të cilët e mbyllin rrugën me adhurim ndaj Teje, me njësim ndaj Teje, me devotshmëri ndaj madhnisë tënde. Jo kushdo i cili u udhëzua
e zgjodhi këtë rrugë me dëshirën e tij edhe e mbylli me të tillë. O Zot, mos na bëj prej atyre që nuk e mbyllin, që e mbyllin në një formë të papërshtatshme dhe të pakënaqshme për njeriu dhe për të ardhmen e njeriu. Ndaj ajo çfarë u kërkoka tek njeriu që të vazhdojë dhe të ketë vazhdimsi në këtë rrugë, qeka që çdo mirësi t'ja dedikoj Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk keni mirësi, thot Zoti, vetëm se çdo mirësi e çdo begati vetëm se prej Allahut. Dhe kur të flasim për triumfin, dhe ky është domethënë kushti më kryesor të cilin duhet ta ketë njeriu pasi e ka njohur veten, pasi ka besuar Allahun, wa man nasru illa min indillah. Dhe dijeni se i triumfi nuk vjen vetëm se prej Allahut xhella xhelalu. Pra, imagjinoni të nderuarit e mi. Një ndër kushtet e një triumfi është dhe organizimi me patjetër. Ti bëjmë sebebet me patjetër. Ti përdorim taktikat e duhura, patjetër, askush nuk e diskuton. Po taktika pati edhe Holako. Në fund fare u thy përballë muslimanëve, që muslimanët ishin dobët ç'është e vërteta përballë tij. Taktika luftarake kishin dhe kryqëtarët në Palestinë, kur u thyen nga Salahuddin, i cili nuk ishte në kohët e tij më të ardha, përkundrazi, ishin kohët më të dobta për muslimanët. Kjo që tregon, ta jep edhe një herë tjetër atë përshkrimin e ajetit kuranor: Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Thuaj, o Zot, sunduesi i vërtet, ti që je Zoti i sundimit, ti që ja jep sundimin kujt do, ja heq atë kujt do, ndero dhe lartëso këdo, poshtro këdo, në dorën tënde është e mira. Ti ndaj çdo gjëje ke mundësi dhe je i mundshëm. Pra ta jep atë përshkrimin se wa man nasru illa min indillah, se nuk vjen ndihmja dhe triumfi vetëm se prej Allahut subhanahu wa taala, dështon logjika njerëzore përballë kapaciteteve dhe fuqive të Allahut xhella xhelalu. Dështon logjika, nuk arrin t'i perceptoj. Dështon logjika, nuk e din se si funksionon. Mjekësia thotë që ky duhet vdesi dhe jeton me vite me radhë. Shkenca thotë që kjo nuk realizohet, po ja që realizohet. Sepse tek Allahu xhella xhelalu nuk ka gjë të pamundur, o të nderuarit e mi. Një tjetër pikë tepër e rëndësishme është durimi për durimin në emër të Allahut, durimi për hir të Allahut dhe në emër të Allahut. Ajo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na përshkruan në një hadith të tij ku thotë: "Çudi me besimtarin dhe kjo thot nuk ndodh vetëm se me besimtarin. Kur i bjen e mira, ai falenderon Allahun dhe kjo është në të mirë e tij, por edhe kur e godet në një e keqe, ai sërish duron për kuj, për kë, për hatër të Allahut, dhe kjo është në dobinë e tij. Pra do të përballesh me provën, do të përballesh, do të durosh se nuk ke nga jamban, durim do të bësh. Po të kesh pajtueshmëri, kjo është grada e besimtarit. Pra durimi i besimtarit është me pajtueshmëri. Durimi i besimtarit është me pajtueshmëri. Ajo që thot Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah, thot grada më e lartë e durimit është pajtueshmëria me caktimin e Allahut. Pra thush, kjo që më ka ndodhur për Allahut subhanahu wa taala është gjëja më e mirë. Pra besimtari, krahas atyre që u përmendën, duron emër të Allahut sepse e din që për durimin do të marrë shpërblim. E din shumë mirë që për falënderimin do të marrë shpërblim, por edhe për durimin ai do të marrë shpërblim. Hoxha përmendi pak më parë një rast domethënë të thyerjes së perandorisë perse. Dy ishin perandoritë e botës në atë kohë dhe ishte pa diskutueshme për një të tretë, sepse ishin pikërisht këto dy perandori që përballen me njëra tjetrën, bizantinët romakët dhe persët. Dhe që të dyja këto perandori u arrit të mposhten nga njerëz që nuk i kishin shanset kurrë në jetën e tyre. Dhe në një takim përpara asaj që njihet ndryshe si betejë e Qadisiyes përfundimtarja, aty ku u thyen persët, domethënë dhe e morën të poshtën e tyre, që drejtohej ose emiri i saj ishte Saad ibn Abi Waqqas. Rustemi që ishte dhe komandanti i ushtrisë perse
kërkon një negociator të shihte se në gjendje janë muslimanët, sepse nuk ishin përballë kurrë muslimanët. Dhe dërgon Saad ibn Abi Waqqas Ribi'i ibn Amir radhiyallahu anhu. Ribi'i ibn Amir edhe ishte djali i ri në krahasim me shumë të tjerë, sepse ishte rreth të 30-tave, por Ribi'i ibn Amir ndryshe nga shumë të tjerë vinte nga një shoqëri tepër i varfër, materialisht. O Zot, mos na varfëro zemrat. Vallahi të varfërohen xhepat përballohet, por me të varfëruar zemra nuk përballohet. Dhe Ribi'i ibn Amir kur shkon aty e kishte vizionin e qartë se çfarë përfaqësonte dhe kishte vizionin e qartë se çfarë synon Islami me mësimet e tij. Thot kur shkoi, Rustemi kishte urdhëruar që ajo çadra të sistemohej si mos më bukur, që ajo çadra e tij të rregullohej me mëndafsh, me tapetat e me qilimat të stolisur prej arje çdo gjë tjetër. Thot dhe shkon Ribi'i ibn Amir, normalisht nuk donte shumë men e ka lënë ajo punë. Aty ku fillonte tapeti, ti duhet zbrisje prej kalit dhe të vazhdojë në këmbë, ndërsa Ribi'i ibn Amir shkeli aty me kal. Ishin gjitha mesazhe që Rustemi e kuptonte shumë mirë. Thot kur zbriti, gjëja e parë domethënë kishte heshtën në të cilën kishte flamurin. Dhe nguli thot në atë qylimin i cili normalisht i kushtonte shumë. Dhe i thonë që duhet të çarmatosësh, ti lesh armët. Nuk kam ardhur për të luftuar, dhe më keni thirrë për të negociuar. Dhe nuk futem vetëm se si mik. Dhe si mik kur shkoj tek dikush nuk i lej këto armët. Ndaj tha do t'i marr me vete, bërën me shej Rustemi që lejeni. Sepse ky pas ka një mesazh. Nuk ishte puna se atë nuk do ta mbronte arma përballë mirë ushtarëve që kishte Rustemi aty. Thot dhe kur u fut në çdo jastik që ishte i thurë, i qëndisur me ar, thot e ngulta të heshtën e tij duke nxjerr gjithçka kishte brenda jastiku derisa shkojnë bash vendit atje ku duhej ul, thot dhe nguli përfundimisht. I thot Rustemi, thot çudi thot me ju arabët, deri dje ëndra juaj ishte të ishit bari të kopet tona. A keni ardhur sot në pushtoni? Po, i thot Ribi'i, thot është vërtet. Kemi qenë të tillë, derisa Allahu na nderoi neve me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Madje ishim edhe më keq se sa përmendet ti, nuk ishim vetëm kaq. Por sot jemi me vizionin e qartë. Dhe kur e bartëm amanetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i jemi drejtuar botës mbar popujve, mbar kombëve, të pranojnë atë në cilën ka ftuar Allahu, besimin e pastër, të adhurojnë Allahun, pra t'i binden Allahut në adhurimin e tyre dhe askujt tjetër përpos Allahut, të agjërojnë Ramazanin e t'i bëjnë detyrat gjitha domethënë shtyllat e Islamit, në të kundërt të paguajnë thot xhizjen. I thot Rustemi, thot guximi i madh është të më flasësh mua në këtë formë. Unë që jam komandanti i pathyeshëm, por ti je negociator dhe haku i negociatorit është thjesht të përcjellë mesazhin, e ke përcjellë mesazhin tënd, takohemi në fush betejë. Mirë po dëshironte të shihte se cila qenë ka gjendja e muslimanëve, vallë, a të tillë janë këto apo janë ndryshe. Ndaj i kërkon Saadit sërish një negociator të dytë. Dhe negociatori i dytë do të ishte sahabiu i nderuar Mughira ibn Shu'ba. Shkon Mughira ibn Shu'ba, por ndryshe nga i pari. Nuk pati sjelljen e Ribi'i, sepse Ribi'i nuk e kishte marrë çështjen në mënyrë protokolli, se duhet veprosh kështu. Ai po sjellin në këtë formë. Pra ai e dinte shumë mirë se duhet përcjellte mesazhin e Islamit atje, ndërsa veprimet e tjera ishin aftësi ose përpjekje e tij. Kur shkon Mughira ibn Shu'ba, i flet ashpër Rustemin ndryshe nga ajo që i foli Ribi'ut. I thot, çudi thot, e di si është puna thot me ju arabët? Puna me ju arabët thot është si ajo miza që afrohet afër mjaltit dhe kur e provon mjaltin hidhet në të. Pra nga dëshira sepse e provoi që mjalti është i mirë, hidhet në të. Dhe më vonë thot kërkon ndihmë për ta nxjerrë. Pra me të vërtetë thot që ai mjalti është i mirë.
po nuk është për të zhytur ashtu siç po kërkoni ju, sepse të myt thot, dhe myteni. Thot ose ndryshe thot, ju jeni thot sikurse ajo dhelpra, e cila është e uritur, po ngordhurie. Dhe i thot dikujt aty lërm të futem tek vreshti me rrush, të ha pak të jetoj dhe unë. Edhe ky thot e lejon, mirë po sa po e merr veten, nuk pranon më thot të dali prej vreshtit dhe e konsideron se është pronë e saja. Mirë po ky personi thot që e la më u fut, urdhëron ata të cilët i ka rreth vetes dhe kur ta nxjerrin prej aty nuk do ta nxjerrin më me mshirë sikurse e futën, por do ta nxjerrin thot me përbuzjen më të madhe. Ndaj zgjidhni e merrni. Buzjeshi Mughira ibn Shu'ba dhe thot, në më këthirur për të diskutuar, diskutimi mbaron këtu dhe përgjigja do të jetë në fushë betejë. Kemi qenë thot është vërtet si miza, kemi qenë është vërtet dhe si dhelpra, derisa Allahu na nderoi me Islamin. E kur na Allahu na nderoi me Islamin, ashtu siç tha Omeri radhiyallahu anhu, nahnu qaumun azzana Allahu bil Islam, fa ayna mabtaghayna al izzata fi ghayrihi adallana Allah. Ne jemi një kom, një popull, të cilët na ka nderuar Allahu me Islam, dhe sa herë që do ta kërkojmë ngritjen dhe madhështinë në diçka tjetër përpos Islamit, do të na poshtrojë Allahu, por tha, dije se nuk jemi të tillë, se Allahu na ka nderuar me Islamin, jo me prejardhjen se ngavim. Ndaj ne si musliman nuk kemi një përkatësi kombëtare të vetme. Kombe të ndryshme, Islami është i njëjtë. Gjuhë të ndryshme, Islami është i njëjtë. Kush është ai i cili i sjell këta njerëz në xhamitë ndryshme të botës veçse besimi, veçse besimin Allahun subhanahu wa taala. Ne nuk e dim për personin i cili del dhe prin, për atë që ja ka mundsu Allahu me shku në Ka'bë si hoxha ku luzin Allahun t'ia ketë pranuar, domethënë të na mundsoi edhe neve ta vizitojmë në mënyrë të vazhdueshme. Ti nuk e din përjardhin e tij, nuk e din formimin e atij. Mjafton fakti që ai po prin aty dhe ti pajtohesh. Kush është ai i cili të mundsoi që ti të pajtohesh? Është pikërisht Islami të nderuarit e mi. Sepse nga bazat e Islamit është që ti bindesh një të pari. Dhe e fundit për ta mbyllë, me qenë se erdhi i pari ezani aty, e fundit është të ka 10 minuta? Mashallah. Lexova ezani për ne. Më kujtu ke çështja e ezanit sa po isha këtu në Shqipëri para një 14 viteve. Dhe isha i ftuar në një xhami, po s'kishin dalë akoma këto smartphone-at dhe i regjistrojshin njerëzit me këto celularet të thjeshtë, po ato deri 1 orë regjistrojshin. Edhe ishe i ftuar, ishte verë, dhe i them atij hoxhës që si do të jetë, domethënë temën e kishin zgjedhur ata vetë. Si do të jetë tema më, sa do të jetë? Akşam yatsi. Po sa kisha ardhës nuk e dija, domethënë akşam yatsia se sa ishte, as kisha kalendar, them drejtën. Dhe i them që më boshej tashun kur të ketë arrit kohë yatsis, unë pash që u tërhoqën celularin nga 2 herë, këto që po regjistrojshin. Mirë po një çast mu tha goja, domethënë si ishte luksi ujtit akoma atëherë. Jo s'kishte në tavolinë atëherë. Dhe i them unë hoxh kur thirrët yatsia, thotë më thon drejtën, tash po presim sabahun, do se yatsin e ke kaluar 40 minuta, thotë po presim sabahun. Vëllezëri e fundit, ajo për cilën duhet të punojmë nga familja. Kjo nis nga familja, vallai. Se nuk arrihet domethënë të kesh një prirësi islame pa e tregu prirësinë islame në familje. Të punojmë për prisin islam. Të punosh për prisin islam ashtu siç thot i nderuari Fudhail ibn Iyad rahimahullah, sikur ta dija se e kam vetëm një lutje të pranuar tek Allahu, një të pranuar tek Allahu, atë do ta kisha bërë për të parin e vendit. Sepse kur i pari i vendit thot është në rrugë të mbar, i gjithë populli do të shkojnë në atë rrugë. Ndaj dhe kanë thonë që njerëzit popullit janë në besimin e prizve të tyre. Rrynë e Zot. Popullit janë në besimin e prizve të tyre. Pse? Sa ndej nga çon prisi deshe, s'deshe ti.
nuk ndalon kurse po vjen e po falesh në xhami, edhe ajo ndodh që të ndalon, e lutim Zotin mos i jetojmë ato ditë o Zot. Ndodh edhe kjo, por mjaftoi që në jetën e përditshme me të dhënë një orientim ashtu siç duan. Edhe falu ti 5 herë në ditë. Edhe frekuentoj xhamin 5 herë në ditë. Vallahi nëse të orienton vetëm tek harami, nëse fëmin tënd ta edukon ai i cili nuk ka edukat për vete, nëse ta orienton ashtu siç don ai, atëherë çfarë prijësie do të kesh? Prijësia fillon që në familje. Ndaj dhe Fudail ibn Iyad i thonte këto fjalë. Umar ibn Abdulaziz radhiyallahu anhu, Iyati i tij ishte vali i Medinës, por dhe i vet ka qenë vali i Medinës. Mbretëja sa i kohës Sulejman ibn Abdul Malik e kërkon ta afrojë në Damask, që ishte kryeqyteti i botës islame. Mirë po, me gjithë dashurinë që mund të kesh për qytetet e ndryshme, vallahi Medinja pejgamberit alayhis salam, me të thënë drejtën, nuk ndrohet me asnjë vend tjetër. Bereqeti i pejgamberit atje është kudo. Atje duket domethënë se nuk ka qoshe të Medinës, domethënë që të mos ndjesh aromën e historisë, ku ka shkeli dërgumi i Zotit, ku ka lënë shembujt i dërgumi i Zotit. Dhe një ndër fjalët e profetit alayhis salam për Medinën është që ajo e largon të keqen dhe të këqijt, ashtu siç zjarri e largon bislikun nga metalet, nga ndryshkun, domethënë nga hekuri. Dhe normalisht ishte urdhër i mbretit që Umeri radhiyallahu anhu t'i bashkangjitej atij, t'i bashkohej në Damask, pra jo me dëshirën e tij. Thot kur u largua, thot tha Umar ibn Abdulazizi, vallë, a mos jam unë prej atyre që i ka kap ky hadithi i pejgamberit alayhis salam që i përzen Medinja, filloi thot duke qenë. A mos jam prej atyre, thot dhe filloi duke qenë. Mirë po Umar ibn Abdulazizin, Zoti i gjithësisë e kishte përgatit dhe kishte caktuar për të, dhe kaderi i tij ishte domethënë të bënte një reformim në atë që quhej ndryshe pushteti islam i kohës, të bënte një ndryshim total, vetëm në 2 vite e 4 muaj. Dëgjojmë për Umerin radhiyallahu anhu, domethënë histori i tregime pafund, dhe të shkon mendja se të paktën i ka patur një 20 vite pushtet, ndërkohë që Umeri vetëm 2 vite e 4 muaj. Suksesit nderuarit e mi nuk lidhet me numra. Suksesit nderuarit e mi nuk lidhet me vite. Suksesit nderuarit e mi nuk realizohet me vepra, se sa shumë vepra ka arritur të realizoj, apo se sa pak vepra. Një të mirë me ta pranu Allahu xhelle xhelalu. Një të mirë me ta pranu Allahu, ti mund dalësh para Allahut krenar. Ti mund dalësh para Allahut me shpresën, domethënë me shpresu se do të dëshmojnë këto të mira, se ne mund t'i bëjmë dhe i veprojmë këto të mirat, po nuk i dim nëse po i realizojmë siç duhen dhe nëse na pranohen prej Allahut subhanahu wa taala. Ndaj dhe Umar ibn Abdulazizi e kishte përgatitur Zoti domethënë për diçka më madhështore. Dhe gjoja e parë është që ai eliminoi dhe arriti të eliminonte çfarë? Zullumin dhe padrejtësinë që i shpërhapur nga kush? Nga të afërmit e tij. Ata të cilët ishin pushtet ishin të afërmit e tij. Nuk kishin njerëz të panjohur për Umerin. Kishte me ta akraballok, kishte me ta krushi, por sa po e mori pushtetin në dorë, i thot të shoqes Fatimes. Pra shoqja e tij Fatimja është ajo zonjë për cilën ka thënë Bintul Khalaifi wal Khalifatu jadduha. Ukhtul Khalaifi wal Khalifatu zawjuha. Vetëm një grua në dynjë e cila ka pas nga akraballiku vet 12 veta mbretër. S'ka njoft historia, domethënë, që të ketë patur një person që 12 veta të ketë pas mbretër. Ajo ka pas babën mbret, ka pas gjyshin mbret, ka pas 4 vëllezër e saj mbretër, ka pas nipër mbreta, ka pas dhe burrin mbret. Por ajo me cilin u përball në jetën e saj, pra po e them këtë se nga vinte kjo zonjë nderuar është se sapo e mori pushtetin Umeri me porositë e Sulejman ibn Abdul Malik, i cili ishte duke nejtë në xhami dhe ngjitën mimber. Pra as nuk e dinte fare dhe as nuk e dinte se ishte kandidatur ai për të zgjedhur kalif ose i pari muslimanëve. Thotë dhe sapo shkoi në shtëpinë e tij, e gëzuar domethënë e shoqja, se normalisht tani bëhet dhe i shoqi i saj, domethënë i parë i shtetit, mirëpo nuk është privilegj, por është përgjegjësi. Posti është përgjegjësi, nuk është privilegj.
Ndaj kur dikush merr post, nuk duhet me uru, po duhet me lut Allahun xhel xhelalu që ta ndihmojë ta përballojë atë postin, domethënë, ashtu t'i japi hakun amanetit të Allahut. Dhe i thot shoqës, thot, unë tani kam zgjedh një rrugë, ose zgjodhën për mua një rrugë, por kam zgjedhur ta maj këtë amanet dhe këtë amanet e nis nga familja ime. Nuk do të kesh jetesë siç mund ta kemi pas përpara, sepse kam zgjedh një reformë, të bëj një reformë. Ai e nisi. Dhe ti zgjedh se ku do të pozicionohesh. Si milingona në rastin e Ibrahimit alayhis salam, e cila përpiqej të shuante zjarrin. E pyetur se si do ta shuash zjarrin me nga një pikë ujë që ti barta, të paktën zgjedh ku pozicionohem. Ndaj dhe ti zgjedh se ku do të pozicionohesh. Dhe Omeri tha, kam zgjedhur dhe e di që do të kem shumë armiq, por kam zgjedhur të luftoj pa drejtësinë. Pa drejtësia e parë, thot, nis nga familja. Gjerdani që ke në qafë, më s'besoj, thot, se është marrë me drejtë. Domethënë, i kushtoj dhe shumë ai Gjerdan që kishte në qafë. Ndaj nëse do të vazhdosh me mua, nga këtu do ta fillojmë. Nga familja ime. Dhe në 2 vite e 4 muaj, ose në 2 vite e gjysmë maksimumi, me drejtësinë e zbatuar, ja mundsoi Allahu xhel xhelalu që e gjithë bonda islame të shijonte bereqetin, të shijonte triumfin, të shijonte lumturinë, aq sa edhe gjëja e egër kishte se çfarë të hante dhe si ishte nevoja, domethënë të sulmonte në bagtit e këtyre njerëzve, aq sa u arrit aty që njerëzit nuk dinin se ku ta çonin zakatin e tyre. Të lutem ty, mëdhnushmi Allah, na falë na mëshiro. Na bëj se Zot me moralet e larta të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Na bëj jetën të lehtë dhe na mundso Zot ta vëmë atë në shërbim të fesë tënde. Na bëj vdekjen të lehtë dhe na mundso Zot të vdesim me dinjitet e shahadet. Të lutem ty, mëdhnushmi Allah, të na vëllazërosh me njëri tjetrin, të na afrosh zemrat tona ashtu siç i afrojmë trupat tanë për namaz. Të lutem ty, mëdhnushmi Allah, për vëllezërit dhe motrat tanë në Gaza dhe kudo derdhet gjaku i muslimanit. Zot, ndale gjakderdhjen. Zot, jepu qetësi, Zot, jepi stabilitet, Zot, jepi unitet. Na mundso, Zot, të reflektojmë, të kthehemi në fen ton me rikthim të vërtetë, rikthim pas cilit nuk ka më devijim. Të lutem ty, mëdhnushmi Allah, për gjithë pranishmit, familjet e tyre, kështu sikur se na mundsove të mbledhemi në këtë vend begat, me madhruar madhrinë tënde me këto këshilla. Na mundso, Zot, që të gjithë së bashku të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus, me krye dashurin e zemrave tona, Hazreti Muhammedin alayhi salatu wassalam. Amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin.